Organizimi i Bashkësisë Islame në Kosovë pas luftës së dytë botërore direkt lidhet me emrin e hoxhës son, hafizit ton, Efendi Bajram Aganit. Njeriut, dietarit, strategut, vizionarit, i cili edhe në kushte tepër të vështira në për të cilat kalon të populli shqiptar, musliman, diti dhe pat vizion që të organizoj Bashkësinë Islame në Kosovë, që populli shqiptar të ketë edhe prisin shpirtëror. Bajram Agani njihet si njeri shumë organizator, si njeri i cili ishte shumë larg pamës, duke bartur mbi vete peshen e jetës së rëndë në për të cilët kalonte populli shqiptar, politike e tjera, ekonomike, mirë po edhe vetë peshen e fesë, nga se besimit, nga se Serbia veç kishte shkatruar pothuajse tërë infrastrukturën që posedonte Bashkia Islame dhe ishte tepër e vështirë pas luftës së dytë botërore që edhe një herë të fillohet pothuajse nga hiçi për të arritur sot ku është Bashkia Islame e Kosovës.